Tregu I automjeteve në Shqipëri ka pësuar një frenim të papritur gjatë muajit prill, duke shënuar një rënje prej 2% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Sipas të dhënave të fundit nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor, gjatë këtij muaji u regjistruan rreth 8707 mjete, duke thyer tendencën e rritjes rekord që u vurej gjatë 3 mujorit të parë të vitit. Megjithatë, bilanci I 4 mujorit mbetet pozitiv, me mbi 30.000 mjete të shtuara në rrugët e vendit, kryesisht fal ecurisë së fortë të muajve janar-mars. Arsyeja kryesore e këtij ngadalësimi lidhet me tensionet gjeopolitike në ngushticën e Hormuzit dhe konfliktin në lindjen e mesme. Duke qenë se mbi 40% e mjeteve të importuara këtë vit vijnë nga Korea e Jugut dhe Kina, ndryshimi I rrugëve detare ka rritur kostot e transportit me rreth 30%. Kjo situatë ka prekur ndjeshëm edhe segmentin e makinave elektrike, I cili pas rekordit historik prej 1252 regjistrimeve në mars, pësoi një rënje në 1191 gjatë prillit. Megjithatë, interesi për mjetet elektrike mbetet I lartë, I nxitur kryesisht nga rritja e fortë e çmimeve të karburantit, ku nafta ka kaluar nivelin e 200 lekëve për litër, duke u renditur ndër më të shtrenjtat në Europë për shkak të barrës së lartë të taksave. Në tregun e makinave elektrike, dominimi kinez është I padiskutueshëm, ku marka BYD udhëheq me rreth 2830 mjete të regjistruara vetëm këtë vit, e ndjekur nga marka të tjera si Volkswagen, Fangcheng Bao dhe Wuling. Pavarësisht këtij hobi teknologjik, shqiptarët mbeten ende besnik ndaj motorëve me naftë, të cilët zën 53% të regjistrimeve të reja.